Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Zoti qoftë me ju. Vëllezër dhe motra, dëshiroj së bashku me të gjithë ju të kremtojmë të ditë e madhe për kishën tonë e Kli, por dhe mbari Peshvi dhe për popullin tonë shqiptar, kudo që është. Dhe në të njëjtën kohë, dëshiroj gjithashtu të apeloj të vazhdojmë të lutemi, sidomos sot, kur Papa Francesku do të varroset në Romë, në kishën Santa Maria Maggiore, sepse ka qenë në lidhur me atë kishë, prandej është një shenjë i mirë për të gjithë ne, veçmas për ju, që të mbetemi ngushësisht të lidhemi me Zonjën e bekuar, sepse ajo është ndër ne. Ajo ndërmëson për ne. Që kjo ditë të jetë e bekuar për Zotit, me dëmësinë e Zojës së Këshillit të mirë, lypet gjithsesi që ne të pendohemi për lëshime, gabime dhe mëkate tona. Po e rfehem dhe juve, o vëllezër e motra, se kanë gabnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajt tim, për matë madhe, fajt tim. Prandaj pojë porositë së umës marri gjithë në vijë, të gjithë engjëllëve, shenjtërve, e juve, o vëllezër e motra. Ju gjithë poshtetshëm pas mëshirë për në fal fajet tona dhe në përcjell në jetën e pasosur. Amen. Lavdi hyjit lartësit qellore.
të lutemi. O hyj, ti na vë për nënën e birit tënd për të dashur, dhe figurën e saj vurën e pa me dukurit e mrekullueshme. Bëj po të lutemi, që dhe ne të drejtuar për këshillave të saja, të jetojmë sipas dëshirës së zemrës sate, dhe të kemi fatin të arrijmë në metnien qëndellore. Ne për Zotin dhe Jezu Krishtin birin të, që me ty jeton e mbretnon, në bashkim me Shpirtin Shenjt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexim prej veprave të apostujve. Pasi që Jezusi u ngjit në qiell, nxënësit nga mali i ullinjve u kthyen në Jerusalem. Ky mal është afër Jerusalemit, aq sa guxohet të ecet të shtunën. Dhe pasi hyn në qytet, u ngjitën në dhomën e sipërme, ku zakonisht banonin. Ishin Pietri, Gjoni, Jakobi, Andreu, Filipi, Toma, Bartolomeo, Mateo, Jakobi Alfeut, Simoni Zëlltar dhe Juda i Jakobit. Të gjithë këta ishin të përqendruar prore së bashku në urat me disa gra, me Marin, nënën e Jezusit, dhe me vëllezërit e tij. Fjala e Zotit. Lexim prej letrës së Shënt Palit Apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, qoftë bekuar hyu ati Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë, të papërlyre para tij
në dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bi në shpirt në sajet e Jezu Krishtit me pëlqimin e vullnetit të vet për nder të lavdisë së hirit të tij, më të cilën e pajisi me anë të birit të vet të dashur. Në të, edhe ne u bëm trashëgimtar të paracaktuar me vedim të atij që vepron gjithçka sipas pëlqimit të vullnetit të vet. Të jemi në nder të lavdisë së tij. Ne që qysh më parë e vuam shpresën në Krishtin. Fjala e Zotit. E lumja ti që besove, se do të plotësohet çka të që thënë për i Zotit. Zote qoftë me ju. Leximi Ungjillit shejt sipas Gjonit. Të tretën ditë po bëhej një dasmë në Kanë të Galiles. Aty ishte edhe nëna e Jezusit. Në dasmë e grishën edhe Jezusin e nxënësit e tij. Kur u mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha: "Nuk kanë më verë." Jezusi i tha: "Moj bornesh, a është punë për ne? Ende nuk erdhi koha ime." Nëna e tij u tha shërbyesëve: "Bëni gjithçka t'ju thot." Ishin aty të vëna 6 enë buri që shërbenin për larje të rëndomta të judenjeve, se cila zinte 2 apo 3 mas. Jezusi u tha shërbyesëve: "Mbushni enet me ujë." Ata i mbushën deri në gryk. "Merrni tani," u tha atëherë, "e çoni kryetarit të tryezës." Ata ja quan. Kur kryetari i tryezës e kërkoi ujin e kthyer në verë, e nuk e dinte nga vinte, shërbyesit që e kishin mbushur ujin, e dinin. Kryetari i tryezës e thirri dhëndrin dhe i tha: "Çdo njeri më parë vën në tryezë verën e mirë, kur të nxeh pija, sjell verë më të keqe. Ti e paske ruajtur verën e mirë deri tani." Kjo që mrekullia e parë e Jezusit, të cilin e bëri në Kanë të Galiles, e dëftoi lavdinë e vet dhe nxënësit e tij e besuan në të. Pastaj zbreti në Kafarnaum me nënën e vet, me vëllezërit e vet e me nxënësit e vet. Aty nuk qëndruan shumë ditë. Fjala e Zotit. Qoftë lëdore Zot Krishti. Vëllezër dhe motra, të dashur besimtar, të devotshmit
e zojës së Këshillit të Mirë. Dëshira në fillim ta përshëndes dhe ta falenderoj pikrisht domjetonin, kancelarin i PSV-s, edhe famultarin e zojës së Këshillit të Mirë. Me të dëshiroj të përshëndes të gjithë mështarët, por gëna ime nuk mund a mos ta përshëndes të përnishem Don Fran Sopin, i cili një kohë të gjatë që maj mend gjithmonë ka folur për këtë tempull se si do të ndërtohet në Klin, dhe vetëm Zoti i di mundimet e tija, po dhe ne që kemi qenë i PSV e dim për kushtimin e tij. Dhe sot me këtë numër kaq të madh këtu ka vend pothuajse për të gjithë. Prandaj kemi respekt për ta. E krahas ti, gjithsesi, edhe Don Lenci, siç i themi, Sopi, që një kohë edhe ai ishte këtu që së bashku me Fronën është munduar ta kryej këtë punë, si edhe tani që vepron edhe domjetoni. Dëshiroj të përshëndes motrat e nderit që janë këtu të pranishëm, që pishofat e në kar, edhe përshëndes gjithashtu edhe autoritetin e pranishëm të Klinës. Sot jam e dhonë i malëngjyrë, me malë vinë e anën e Lugit të Drinit, si në Zlakoçan, ashtu në Klinë dhe Budisaz. Sepse kujtimet e mia meshtarake lidhen mbi 30 vjetë, qysh në kohën e Zot Nik Prelës, në kohën e Zot Mark Sopit, kur i pari, pra i peshkvi, Nik Prela thoshte, ky popull do të jetoj, ky popull do të mbijetoj, sepse shifte rinin, shifte pjesëmarrjen e madhe në përkisha, shifte mandej edhe zelin për të shkolluar, edhe kështu me radhë, kështu që do shta vetëm se për jo shof, ky do të jetë një predikim në veti. Sepse daj fuqishe me ju, gëzimin, haren, entuziazmin, e kisha vazhdon. Sot, një ditë shumë e vështirë të definohet e gëzimit apo e madhëngjimit për Papa Francesku, sepse dëshiroj sot që nuk mund të zgjatës shumë, nuk mund të zhvillosh ides, por atë këtu do të lajmë përsa është të mund të një porosi që ky kurir dhe pikrisht në Shqipëri, ky pap dhe të tjera tha na krahasoj me shqiponjat, të cilët fluturojnë lart dhe gjatë, nuk i harrojnë folet e tyre. Këtë mesazh edhe sot edhe kësaj dite, jo vetëm besimtarët, qofshin ata katolik, ortodoks, apo të besimit islam, nuk e kanë kuptuar sa duhet, e më pak është kuptuar nga politika, është kuptuar nga kultura, njerëz që theci shtetin, sepse mjerisht ky vend i yni po braktiset. Pse thash në fillim nostalgji, sepse kur vija këtu, vështirë të depërtoje nga atje nga rruga poshtë që shpijen e Zlakoçan,
shihe numër të madh të nënave tona, baballarëve tanë me tesha kombëtare, shihe fëmijë të ri. Ishte këtë ky vend i vogël, sepse ishim në trystni. Të gjithë e lusmim Zojën e bekuar, Zojën e këshillit mirë, që të mbijetohet dhe falënderit Zotit, me gjitha të flijime në mbijetum. Tani, që e ka thënë Papa Francesku në mënyrë profetike, edhe simbolike, edhe teologjike, shqiptar duhet të kujtoj sa do që shkojnë lartë dhe lartë, vendi tyne, qerdha e tyne, vendi jam është Kosova, është Shqipëria. Nuk mund të braktisin. Kjo është amaneti i atit Franceskut. Por, sigurisht se mund të predikoj shumë për të, por me ljoni me këtë rast, si që thashe për një studi televizive, kanalet të ndryshme, që vetë ky pap, atëherë kur filloi korona, në fillim të koronës, kishte menduar seriozisht më rënë 3 muajve të përgatitemi të vitin e Kosovë. Kja është e re, pse duhet ky pap. Kishim filluar në kuptimin jo formal të përgatitim për ardhen e tij, ishte ngjarje e madhe. Mandej, para se të smuhej. Gjithashtu, në erdhen lajme se duhet të përgatitim për ardhen e ty, që nuk e mrini të dytë në Kosovë, të na përkrahin. Që unë duhet të them, jo t'i bëjmë të gjithë paprat shqiptar, për në të kuptimin që ka pas një send të veçantë për këtë popull, për këtë vend, për vujtjet e shqiptarëve ndër shekuj. Prandej, njerisht, nuk ja rriti, por e kem në zemër, në shpirt. A i tani është më fuqishëm të dërmëson dhe të pësërit fjalët që i ka thonë. Për gjitha këto, dhe kër e kam shikuar, në sytë të ti, driçon të shetëria. Gjithmonë sytë të ti dhe qëndrimi ti, ka folë për shetërinë e ti. Prandaj vëllezër dhe motër të dashur besimtar, vazhdojmë të lutim që në kish të vi njerëzit e Zotit, njerëzit shejt, siç ishin edhe para arsit, Papa Benedikti, pa përsëritshëm, Gjën Pali II, që edhe të ishte prej gjakut, nuk ka mund të bënë më shumë nga seria shejt, sa ka bëraj për ne. Dhe kështu, po afrohemi për atë që duhet të them. Këta papët e Romës kanë qenë gjithmonë në anën tonë. Prandaj po fillojmë mendimin e dytë që do të lidhem ngushtë me Zojën e Këshillit të Mirë, e që në shekullin 13 është përmend Zoja e Shkodrës. Të gjithë ne pak a shumë historinë e saj, apo traditës siç thuhet në tradit, ka qenë e morosur, a fresk, apo pikturë në murë, dhe 1467. 2 ushtarë që ruanin, 2 rajtarë po themi sot, u ishte deftuar në vegim dhe kishte thënë nesër herë të mëngjes të vinin, sepse kishte vendosur ta braktiste Shkodrën, simbolin e shqiptarisë. Po shtrohet pyetja përse? Sepse është shumë e thjeshtë. I kemi as një vit të plot 1468, kur i madhi heroi ynë do të nroj jetë, do të vdes, e me të vdes, me një anë dhe popullu ynë, edhe besimtarët, sepse Zoja bekuar, Zoja e Shkodrës, kishte parapar se ja do të përdhosej. Prandej, si që tha në vegim të nesërmen, së bashkut me këta 2 ushtarë, do të niset drejt
brigjeve të ujdhësës italike apo italiane. Dhe si që dim, kur mërin të muret e Romës, ajo zhduket. Nëse dëshirojmë të kuptojmë të nga pipamet biblike, atë është ngjashme se kur 3 dietarët, 3 mbretërit, kur erdhën në Betlehem për të adhuruar Krishtin në Jeruzalem, u zhduket ylli. Në të gjë ka përritu edhe ta. Por ata nuk janë dëshpëruar dhe kanë filluar të kërkonin pikërisht në Rom gjërë gjatë. Derisa nuk u hap lajmi që një grua e devotshme me emrin italian Pietruccia, na përkthejmë shqip Pietrush, e bukur, ishte vejt 80 vjeçare. Ajo dhe më parë kishte parë në vegim, se kishte lënë një pranë jo shumë të madhe, burri i saj. Prandaj kishte thënë Zoja Bekur se duhet të ndërtohet pikërisht në Gjenocano, dikon mes 40 e 50 kilometrave, varësisht prej distancave të Romës, se atje duhet të ndërtoj një kish në emër të saj. Dhe ajo filloi 1 metër, dikun përmenën 2 metra mur. Si që ishte kjo mur i kishës, këtu që dim si se si ka filluar. Dhe, si që dim, lemrohet dhe ajo vetë e shef se si Zoja Bekume nga një re, zbret, dhe hynë edhe njerë në mur, që dhe sot edhe saj dite, ruhet në Gjenocano figura e Zojës së Shkodrës. Tani nuk ishte para, por brenda pak një kohës, përmenen 147 raste, ku mrekullitë ndryshme kishin marrë vesh besimtarët, raste që nuk shpjegon shkenca, sepse i shkencës për para, dhe njerëzit kishin dhënë edhe para në fundit dhe ndërtu, ajo kishte bukur dhe mrekullueshme, dhe pikërisht sa druhet, natë shejtërore, edhe aty ku ruhet, një lloj tabernakulli, ku është edhe tabernakulli sikur këtu, është krejt ari i pastër. Sepse nëse ka patër dikush të pastër ka qenë Zoja Bekuar. Vëllezër dhe motrat e dashur besimtar, pse po them këtë? Sepse është shumë e rëndësishme. Tani, kjo periudhë kur pushtuesi Perëndia Osmane kishte filluar ta shkatërroi rëndësisht krishterimin e Shqipëri. Shqipëria mendohet se kishte rreth 300.000 vetë. Gjysa për i tyre, ose ka qenë të vramë, ose i dhënë rrugëve të emigracionit që edhe sot edhe kësaj ditës po nalen. Ana tjetër, por këtë se atë arsye. Ose të islamizohesh, ose të u shpronën. Të shporësh në përbot. Dhe kështu ke marrë që vetëm 1/3 e shqiptarëve ka metë besimit të vjetër. Por, nëse ka rrugë Zoti për emshimit Zojën e Bekuar, që lutemi sot këtu me këtë emër Zoja e Këshillit të Mirë, nga mshimi që të edhe ajo të jetë me Krishtin, ata që do të na shërbojnë. Duket ajo fjala e mishtruar Jezu Krishti, e ndërmjetësimi e Zojës Bekuar, kishte ndikuar që të harunin një Gjergj Kastrioti, një njeri të madh, një të devotshëm e Zojës Bekume. Nuk e besoj se është predikuar më parë, por nga shkrimit e di si ishte devotshëm i Zojës Bekuar, dhe përpara luftave, edhe kur kishin pauzë gjatë luftave, gjithmonë ai me ushtarët e tij binin e dëgjuj para saj, kërkonin ndërmjetësimin e saj, fuqinë e saj, mrekullinë e saj. Ku patëm fatin të dashur besimtar të devotshëm të Zojës Bekuar, ta kem Zojën e Bekuar për këshilltare. Ku patëm fatim ne si shqiptar, ta kemi një Gjergj Kastriotin që nuk dorëzohet. E sot ka mjerisht kimësi intelektual edhe të politikës, ka njerëz të thjeshtë të kulturës, që nuk e njohin rolin historik që ka lujt
Zoja Shkodër në rujtën e çështjes kombëtare, personale, në rujtën e fesë, e më pak e njohin rolin e Gjergj Kastriotit. Me lejoni të them këtu përpara Zotit, përpara Zojës Bekume, Kryqit. Po mos ishte ai, ku do të ishim ne të bashkuar? Në Stamboll, në Afganistan, si do të ishte liturgjia sot, arabisht, turqisht? A jemi të vëdishëm për këtë rol që ka pas ai në jetë? I madh, por i ka pranu se është gjynëzu para Zojës Bekume. Për atë arsye gjithë meshtarët, klerikët e njerëzit të devotshëm të saj, edhe sot edhe kësaj ditë dhe papët e Romës gjynëzohen para Zojës Bekume. Nuk ka shenjtër, nuk ka profet, nuk ka enxuj që ja ka lënë Zojën e bekuar, sepse është mbretëresha e qiellit dhe tokës, mbretëresha e enxujve. Do të mund t'i dha ritmin tituj që japin si Krishtit, ti këtu deri në qiell, edhe atëherë pafundësisht do duhet të numëron tituj, sepse u rujt nga mësimi që të shëlbohemi ne, që po endemi edhe sot dhe kësaj ditës mbi këtë dhej. Këndë vëllezër dhe motër të dashur besimtar, po fundoj edhe nërë të sjell te Papa Francesku, që si thash, më vërtet i madh, ai edhe pararsit e ti, e do të lutëm edhe ne sot këtu në Klin, për pasarsin e ti, që të na kuptoj, siç po na kuptojnë shumë figurat e ndryshme në përbot, edhe kardinaj, por dhe shkencëtar, se ky popull ka kulturë të laskëve dhe truskëve. I livre këtë dim, edhe fëmija në për shkolla mësoj, por konekt lidhja mes, do të thot, të laskëve që kanë dominue syllesën italike, Italin, edhe Greqin, për laskët kanë risi, që do të thot, jemi një farë e parë, një gjenome pandashme, edhe një njësi e madhe shpirtnore, për këtë botë, për këtë Balkan. A jemi të vëdishëm. Si nuk mund të entuziazmohet njëri dhe njëre, sikur prindrit tuaj, që janë munduar me mund të madhë, të rrisin, si mundi të kap një jashtë botën pa bërë asgjë. Këndej të zgjohemi vëllezër dhe motra. Ta lusim Virgjën e mrekullueshme, Virgjën Mari, Zojën e Këshillit Mirë, të ndriçon, të këshilloj, në shëndrit, e të kuptojnë rolin që kemi ne, jo vetëm në kish, por edhe në atë dhe, jo vetëm në besim, por edhe në kulturë. Jo, pak të nderimi tani, keni qenë si një elit e të shkolluarve, më shumë se çdo një famulli tjetër, po apeloj, a ka të riti qojnë dur të shoh, shqiti se ka shumë pak. Vazhdoni, sepse shkolla është një dritë, por e në dritë dhe drejtohet vetëm në saj të besimit dhe duke mbetur gjithmonë ata që kem qenë. Si dje, katolik, si sot, që ka thoni peshvit, dhe si nesër, gjithmonë dhe të mesim të njëjtë. Shkuptim kanë këto lëvizje. Më falni se nështë edhe gjata, po përfundoj që po ndodhin në Kosovë. Shpesher në kanë konsideruar të çmendur, sepse nuk kom hekër kur dorë të them se 1/3 e këtij populli në shpirtën e në zemër unë, dhe sot dhe kësaj dite, do të thotë rritet besimi e krishterën katolik. Kjo po ndodh, nuk duhet askush të ketë frikë, sepse është një drejt e Zotit
një drejtë që një dhe kushtetuta e Kosovës, një drejtë që një të gjithë ne. Ne jem vëllezër dhe motra, kemi vllazëri të gjakut dhe duhet të jemi të lirë. Askush nuk i sforcon, si që i forcon të Perënduria Osmane asaj kohës, me dhunë t'i konvertonte. Jo, atë janë të lirë. Po nëse do të bashkangjiten, ta falenderojmë dërmësimin e Zojës Këshillit Mirë, edhe ta falenderojmë Krishtin. Dhe ti me minjohë se ai nuk ka vdekur, se kërkum pashkët. Ai është i ngjallën, e me te du të ringjallën edhe ne. Nuk ka një fuqin e botë që në ngjallën se jo Krishti. Ai Zoti i vërtet. S'ka mbi të tije janë kohrat. Ai gjykon, ai na mëson, ai na ka paramenduar nga mësimi të jemi të tillë. Prandaj vëllezër dhe motra, me shumë përbujtëri për para kryqit e Krishtit që shumë për neshe urrejnë, si popull po flasë, ka koha t'i binë në gjuj edhe t'a puthin, sepse është shpëtimi i ynë, jeta jonë, gjithçka është me Krishtin. Andej, mos u luhatni këto rrethana sepse do të vini edhe ditë më të mira. Kam qenë gjithmonë, me thonë për natyrës optimist, kam qenë optimist në sajt e fesë, në sajt e besimit, sigurisht edhe të natyrës, që dhe sot edhe kësaj dite ne të gjithë së bashku, do të rinë këmbë dhe të rinjallet edhe njëherë kjo Kosovë. Nëse u lirum nga jashtë, ka ardhur koha të lirohemi nga brenda. Amen. Qoftë dure Zot Krishti. Besoni në ju të vetëm. Jesu Krishti, një të vetëm diri në ju, të hinë në grafë të ratës shqipë, ju të vejtyre, dritë në gjisë, ju të vërtit në gjisë të vërtit, i di mbëjoj në juar, i një qeshë në altë, në përmirë që të një që së sem, a i që të një është, të shpëtimi të tonë, së të të vëqirë, e unë shua të kështirë të shajnë, prejë të smari, të amani, të stuare, të stinare, së të vërësës, të gjarë prejë të më shmendeve, e unë gjithë të shirë, dhe rejë të janë të amani, dhe rësërë të vinë nga pimi, për të gjithuar të gjarë të rikërë, e më të rria të Kristo dhe këtë pare, besoj në shqyrë të shajnë, që është dhe jetë në nësë, që rria për jarë për njëri, që me amë për njëri, atë orë dhe të dërë, që se fëllë në në fëve, edhe në një kishtë dhe të shajnë, ka të një njërë dhe asë të një, dhe shmojnë në përësim për dhe, për farë në në të lutemi të gjithë së bashku në këtë krem të Zojës së Këshillit Mirë dhe në ditën kur Papa Francesco do të varroset në Romë. Lutja e parë të vjen për të, dërsa ne të përgjigjemi duke thënë dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për kishën, që si pas shembullit të Marisë Virgjër dhe nën, të shkelqej gjithmonë në plotësinë e saj, dhe të jetë të shejt dhe pa përlyer, të lutemi. Dëgjoj o Zot. Për të gjithë të krishterët, në mënyrë të veçantë për besimtarët të famullisë sonë, që mendimin e Virgjës Mari të ruaj në zemrën e tyre freskinë e hirit pagëzimor, të lutemi. Dëgjoj o Zot. Për kolegjin i peshvor, i peshvin të ndodën, famullitarin dë njëtonin, që të jenë shpallës të ungjillit,
lajmit të gëzueshëm dhe mbrojtjes të guximshme të fesë dhe të dinjitetit të njeriut, të lutemi. Veçoja sot në për Krishtin Zotin ton. Akala, vazhdim. Për të gjithë ne shqiptarët, që kemi zgjedhur që Maria, nëna e Zotit dhe nëna jon, të jetë mbrojtëse e pajtore e jona, që nga ajo të mësojmë t'i përgjigjemi me fe dhe bujari, planit të dashurisë, të lutemi. Papa Francesco, me mirësi dhe bujari, e ka jetuar ungjillin deri në orët e fundit. Bëj që së bashku me Marin të gëzohet në lumturinë e amshuar, të lutemi. Për të parë tonë që na kanë trashëguar fenë dhe dashurinë ndaj Zojës së bekuar të Këshillit të mirë, ta gëzojnë lumturinë e jetës së amshuar, të lutemi. Në për Krishtin Zotin ton. Amen. E pasoso, Lutuni vëllezër dhe motra që kjo fli e ime dhe ju ja dalë pëlqyeshme para hyjit atin të gjithë pushtetshëm. Zoti e paraqit me moshë. Shetroj po të lutemi o Zot dhuratat që po t'i kushtojmë, dhe bëj që me ndërmesimin e Shën Marijës Virgje nënës së Këshillit të mirë, të na dalin për dobinë e shërbimi në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju.
lartësojmë zemra. Të falenderojmë Zotin, hyjin tonë. Për një mendash punë e dhejnë dhe drejt, është detyri jonë dhe borim shpëtimi, të levëm ti o Zotë në çdo kohë, por si dhe mos të madhojmë me arrin në këtë ditë, kur u flio Krishti pashka jo, dhe një mend kjo është qenë që i vërtet, që u shlem katët të botës, duke vdekur, e shkatroj vdekjen tonë, dhe duke ngjallur, naj për triri jetën. Prandaj njerëzimin e mbar botën, galdon marrjen e plotë të pashkve, por edhe fuqitë e përme, dhe pushtetet e ngjellore, e këndojnë himnin e lavdies sate, duke thënë pa pushuar. Me të vërtet je shenjtë o Zotë borimi çdo shejtërie. Ty pra po të lutemi, shëjtroj të dhurata me jerin e shpirtit tënd, që të bën për ne korpi e gjaku i Zotit ton, Jezu Krishti. Ai kur vullnetarisht po prononte mundimet, mori bukën, të falenderoj, e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e hani të gjithë për këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Pashtu pas e krye darka mori dhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i besimit së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bëni e këtë në përkujtimin tim. Misteri fesë. Prandaj o Zot, duke përkurtuar vdekjen e gjallën e birit tëm, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kekun e shpëtimit,
E po të falenderojmë që në lobet para teje e të shërbejmë ty. Po të lutemi për vojtëri që shpirti shenjtë të na bashkonin një trup të vetëm, të gjithë ne që marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjerë në mendo, Zot, për kishën tënde të shpërndar në katër anët e botës, përsose në dashuri, bashkë me kolegjin i përzhnor, me i pezhin të ndodën dhe me gjithë klerin tëndë. Le të bjerë në mend edhe për sheptorin tënd, Papën Franceskun, sikur dhe të gjithë besimtarët e tu që prehen e qetësi të amshuar. Le të bjerë në mend dhe për vëllezërit e motrat tona të cilat pushun me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që i vëdëgjën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e ftyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë dhe për ne të gjithë që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marien Virgjër Kylinjse, me Shën Jozefin fatin e saj, me shajtjet apostujt me të gjithë shajtrit, që gjithër pëlqytit madhërojmë dhe të lavdrojmë ne për Jesu Krishtin, birin tanë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në për Krishtin, ty janë të gjithë pushtetshëm, në bashkim me të Shpirtin Shenjtë, të shoston dhe me hetati, për të gjithë shekujtë të shekujtë. Me një shpirt të ripërtrim pas vorë, të lutemi së bashku dhe kësaj radhë të bashkojmë lutjen për Papa Franceskun. Ati ynë, qene qirë, u shetrof, emri ynë, atë mbretëria jote, bakun e sa jote, si në qilë ashtu në tonë, bukën tonë të përdishme, na jepë sotë, na i falë faje tonë, si falim ne fajtore ta, e mos në lërë të bimë të ndimë. Na lirë për të lutim e Zotë për të gjithë të këqijave, dhe për misin të ndën e paqen e ditet tona. Në sajtë e mëshirë sate, do të liromi për gjithmonë për mëkatit, e do të jem të sigurt për çdo turbullim, duke pritur shpresën e lume, ardhen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krishti, këtë në posëve të tu, për e paqen time. Mos e shikom katët tona për feni kishës sate, jepi asaj, si pas vullnetit e në paqe dhe bashkim, ti që të në mbretëron në shekujt e shekujve. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Shtrojmë njërë me tjetë qenin e paqes.
Ja qenë hyjtja që shim katët e botës. Ljum ata që në të thirë në gostinë e qenëgjë. Në 4 vende këtu poshtë do të ndahet kungimi dhe dikush prej meshtarëve do të vjen edhe te kori aty lart.
Të lutemi. Bej po të lutemi o Zot, ta kemi ndimin për herë ndërmesimin e nderueshme të Virgjës Mari, nënës së këshillit e mirë, kështu që pasi na mbuloj më të mirat e vazhdueshme, ta na mësoj çka duhet të bëjmë e të na ndihmoj ta kryejmë me për Krishtin Zotin tonë. Mirë, mundi mu ul pak. Dëshiroj në mbarim të kësaj meshe ti shprehi falenderimet e mia mas pari Zotit për këtë mesh, për këtë mundësi, për këtë tubim dhe për këtë kënaqësi shpirtërore që besoj secili prej nesh që është i pranishëm e ka përjetuar. E falenderoj Donshan Zethin, vikarin general apo zavensin e i peshvit, për meshën që na udhëhoqi, edhe për fjalët e mira që na i drejtoi. Besoj secili prej jush e ka pa Donshanin disa herë edhe në për predikime, edhe në për mesha, edhe në për televizion, edhe në vende ndryshme ku ai ka kontribue, por unë dëshirej me veçue me një gjë që është përjetimi imi personal, kur 94-ën unë bashkë me 12 të tjerë, ndërta dhe Don Pali edhe Don Ambrozi që janë këtu të pranishëm, e kemi fillue seminarin e vogël dhe shkollën e mesme në Prizren, dhe Dobshani atëherë ka qenë kancelari i Peshvis bashkë me Domnu Gjergjin, Dom Prek Lazrin, Don Tom Karicën, dhe është gjenerata e parë që ja kanë mundësu atyne kandidatëve që kanë dëshiruar me studiu për meshtar, pra me qëndrue në Kosovë edhe në Prizren. Dhe unë si i ri atëherë e maj mend Domshanin edhe gjitha meshtar që me përkushtim, me sakrificë edhe me flijim të madh, na kanë mundësue që ne të shkollohemi, të përgatitemi, edhe vërtet na kanë dhënë një shembull të mirë. Unë dëshiroj me falendërue nga zemra, edhe për meshën, edhe për praninë e tij, edhe për çdo të mirë që Donshani e ka bërë për i Peshvin edhe për popullin tonë. Dëshiroj mi falendërue gjithë meshtarët të tjerë, dy veçanti që i përmendi edhe Domshani, ish famullitarët, Don Franën dhe Don Lencin, po dhe meshtarët tjerë tu që janë pranishëm, e kemi kapelanin e Kforit Kroat, Don Palin, Don Danielin që ka shërbye në famullinë e Klinës dhe ka qenë bashkëpunëtori im, Don Kola, Don Mariani, Don Ambrozi, Don Pashku, edhe në fund Don Alfredi, famulitari i Zllakuqanit edhe ceremonieri i kësaj meshe. Falenderoj motrat e nderit, falenderoj zyrtarët nga komuna, ndoshta Lorenci edhe Kola nuk i mirënohen nëse e përshëndes në veçanti Enverin, drejtorin e financave, dhe i falenderoj për bashkëpunimin e mirë edhe për misin dhe për raportet e mira që ndërtojmë vazhdimisht. Ne kemi bërë një përgatitje për festën e Zojës Këshillit Mirë. Gjatë këtij traditshi kanë kremtuar mesht Don Pali, Don Frana edhe Paternol. Dëshiroj mi falendërua nga zemra për mesht, për meditimet që i kanë dhënë me këto raste. Ju e shihni që për me shku mirë një fest, sikur kjo, duhet kontributi i gjithve. Famulitari ndoshta e ka përgjegjësinë më të madhe, por janë tjerë krej që i bajnë punë. Tu i fillu prej motrave të nderit, prej korit, prej këshilltarëve, lexuesve, ministrantave, Sara që drejton Radio Marin,
edhe gjithë tjertë, ka dhe tjerë që na kanë për ushqime dhe dreken që kena me pas në fund masmeshe. E falenderoj edhe familjen Gjoni që janë me origjinë prej Jagodhës, por tash janë Klin që na kanë dhurue dreken për meshtare për motra. Edhe gjithë juve, vëllezër e motra, ju falenderoj që keni marrë pjesë në këtë mesh dhe e lut Zotin që me ndërmjetësinë e zojës Këshillit Mirë ta keni gjithmonë bekimin dhe të marrën që jep e dhuron gjithmonë i Madhi Zot. Tani e lus Domshanin që të na ndaj bekimin edhe atëherë të shpërndahemi në paqe. Hy që me ngjallën e lirindu të birit të vetë, ju dha frytën e shërbimit dhe ju bëri binë e shpirt, a ju dhuroftë edhe bekimin e vetë. Amen. Krishti shërbus, ju dhuroi lirinë e plot, a ju bëftë trashëgimtar të jetës së pasosur. Amen. Me pak zi mund gjallët tash me duke besuar në Krishtin, jetoni shejtërisht, që një ditë të takoni një jetën e pasosur. Dhe ju bekoft hyj gjithë pushtetëse, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Me sho krye shkoni në pace. Falenderoj.